sa i përket dhe bllokimit të ngushticës së Hormuzit, sa dramatike është kjo situatë? Pra, ndoshta konsiderohet si arma më e fortë ekonomike që Irani ka kundër perëndimit. Dhe si keni parë ndjeshmërinë që ka sjellë ky konflikt edhe në vendin tonë, pra me shtrëngimin e karburanteve, e cila është ndjerë më shumë? Vendi tonë nuk merret si referencë për vetëm arsye sepse këtu kene sa ndodhi gjë, edhe me ndodhën Kini gjë, këtu kene ngret nafta, ngret çmimet, nuk kemi referencë vendin tonë, po kemi referencë Europën. Dhe po ta vëmë në Europë janë rritë çmimet. Dhe nuk është problemi vetëm tek çmimi i naftës, se rritet si çmimi i naftës, por rriten të gjithë në produktet e saj, rritet transporti, mos harroni se vetëm sigurimi i anijeve, sa ka vajt siguracioni i anijeve, tashmë ka vajt në mënyrë galopante, do është rritur. Dhe padyshim që rritet duke u rritë transporti, duke u rritë çmimi i naftës, patjetër që rriten të gjithë produktet e tjera. Dhe kjo është një luftë ekonomike. Mos harrojmë edhe një herë që tek e fundit ata kanë politika çfarë shpreh koncentrimit ekonomik, nuk është ndonjë gjë e veçantë. Kështu që duke goditur anën ekonomike, patjetër që ata do psojnë edhe politikisht qeveritë dhe sidomos qeveritë e Europës do shihnin që do fillojnë edhe lëvizjet brenda Europës, jo pa qëllim. Europa është distancuar apo është tërhequr, nuk është bërë pjesë e kësaj lufte pikërisht sepse ata futen në konflikt me qytetarët e vet. Tashmë është ajo dilema, do të futemi apo nuk do futemi. Për shembull Spanja nuk pranoi kurse që të merrte pjesë në këtë luftë. Por në të njëjtën kohë kur Trumpi deklaroi që do t'i bëjë embargo ngrit Gjermania dhe tha që do ta mbështesim Spanjën, do mbështetet në Europë. Pra, Europa duket sikur është më e bashkuar në këtë pikë dhe nuk po futet në këtë lloj vorbulle. Nëse do futesh edhe Europa në këtë lloj vorbulle, pastaj konflikti patjetër që do hapesh akoma më tepër, do përfshihesh edhe Europa. Dhe kanali i Hormuzit është pika nyje, mos harrojmë edhe një gjë që Irani është nyje gardiane e lindjes mesme. Domethënë, nëse bie Irani, e gjithë lindja mesme ikën për tokë, dhe pastaj ndodh ajo çfarë Netanyahu vet ka deklaruar, që pasi të marrën punë me shiitët do fillojë me sunitët, dhe nëse filloj me sunitët i bie që të fillojë lufta me Turqinë. Kështu që konflikti pastaj do hapet shumë më tepër sepse do hapet edhe brenda NATO-s. Kështu që nuk ma do mendja që do të ndodhi kjo, përsa e përket kanalit të Hormuzit, pastaj thash edhe futja e udhëve tashmë deklarata e tyre, të cilët do të mbyllen në kanalin e Suezit, do ketë një goditje ekonomike mjaft madhe. Dhe kjo do ndihet në gjithë botën, por veçanërisht edhe në Europë, e cila nuk ka rezerva të tepërta për ta përballuar luftën, dhe aq më tepër bllokimi apo prishja e marrëdhënieve me Rusinë tashmë nuk kanë se ku t'i drejtohen më. Sipas një lajmi që dëgjova, nuk di sa do ishte e vërtet, po Trumpi sikur e ka hequr sanksionet e vendeve të Europës që do të marrin naftë apo gaz nga Rusia. Kështu që jemi në situata të cilat nuk mundet t'i definojmë në mënyrë të saktë edhe të prerë. Dhe themi që do bëhet apo nuk do bëhet, por ajo që është kryesorja që bie më shumë në sy, bie që duket që Izraeli është më promotori dhe më i dëshëruari për ta bërë këtë luftë, thash qoftë me vrasjen e kameinit apo me goditjen e bazave apo rafinerive të naftës të Iranit, dhe mendoj se duke godit, megjithse Amerika ishte kundra dhe është kundra, realisht për sa i përket rafinerive të naftës apo puseve të naftës, sepse mos harrojmë se në rindërtimi një rafinerie nafte apo një pusi nafte minimalisht, një pus nafte ta vesh në funksion do minimalisht një vit. Dhe ajo do të edhe sikur ta mbaroj lufta, pra e marrin të mirëqen ta mbaroj lufta, por pusi naftës prap do një vit që të vetë në funksion, dhe do ndihet në mënyrë galopante. Pastaj ajo se
prodhimi i naftës, i cili realisht tashmë, edhe pse nuk është godit, është bllokuar, absolutisht asnjë nga shtetet nuk po bëjnë, nuk po prodhojnë më naftë, dhe llogarit sikur ti prishësh edhe puset apo të godit dasës edhe puset, se çfarë do ndodhi. Por ajo që ishte që në momentin që u godit, domethënë Irani u kundërpërgjigj po me të njëjtën monedë, duke godit depozitat e naftës së Izraelit tamam në portin kryesor, apo ku ishin edhe avionët qister të Amerikës, të cilët janë të domosdoshëm në luftë për të mbajtur avionët në ajër, sepse avionet nuk mund të fluturojnë gjatë gjithë kohës nëse nuk ka furnizim. Kështu që ishte një taktikë e gabuar e Izraelit, dhe megjithëse ishte e njoftuar sipas generalëve amerikanë që mos goditeshin këto puse, ai përsëri goditi. Pra, ai më tepër më duket sikur Izraeli kërkon me çdo kush, me çdo formë që ta tërheqë dhe ta mbaj Amerikën në këtë luftë. Por kosto është shumë e lartë, mos harrojmë se lufta vërtet ne e shohim nga pikpamja taktike, po kemi të bëjmë edhe me politikën, pastaj se në dorë janë zgjedhjet në parlamentin apo në Kongresin apo Senatin e Amerikës. Kështu që është edhe një paraprit për sa i përket zgjedhjeve, sepse nëse do ketë një humbje të zgjedhjeve në një rast, dalim sikur humb Partia Republikane, humb gjithë reputacione dhe i bie edhe fuqia e presidentit në atë moment. Kështu që duhet pak edhe në pikpamjen politike se si ecën politika në këtë lloj situate. Nuk është vetëm lufta. Lufta është njëra anë, politika është në anën tjetër, diplomacia është në anën tjetër. Shihet që ka kalime të nëndeshme të diplomacisë, sidomos po kërkohet tashmë që Rusia të bëhet negociatore e një marrëveshje sa më të shpejt, por është e vështirë sepse edhe Rusia nuk do që Irani të kapitulloj apo të dorëzohet apo të plotësoj ato kushte që kërkon Izraeli kryesisht. Jo më Amerika, po më tepër i kërkon Izraeli. Kështu që do të shohim, por kemi edhe një moment që duket se është paksa i dyshimt mosdalja e liderit shpirtëror në media apo me një deklaratë. Zyrtare, megjithëse dikush thotë që është i plagosur, dikush thotë që nuk është i plagosur, por si duket po kërkon kohë, me sa duket po kërkon kohë, dhe unë dyshoj se kur të dalin në publik lideri shpirtëror do të dalin me një etfa tjetër, me një ligj tjetër. Ndoshta do të jetë edhe ligji i bombës bërthamore. Atë që Netanyahu kishte Khamenei e kishte ndaluar me fetva, e kishte ndaluar domethënë me ligj mosbërjen e bombës atomike, mbase mund të jetë edhe kjo që ai kur të dali mund dali edhe me një ligj tjetër apo me prodhimin e bombës atomike. Mund dali dhe të thotë që e kemi prodhuar, e kemi gati, e kemi bërë, sepse tek e funit e gjithë uzina, rafineria e Iranit, gjithë prodhimi i Iranit është nën dhe, është nën tokë, rreth me sa flitet duhet jetë rreth një 600-700 metra nën tokë, domethënë uzinat, kështu që nuk dihet se çfarë ndodh, e gjithë prodhimi i iraniumit ata e kanë, iraniumi nuk është se kanë, kështu që prandaj them mosdalja e tij është pak për dyshuar, domethënë sepse është e habitshme që të zgjidhet një kryetar, siç është forma e regjimit të tyre që e kanë me liderin shpirtëror dhe mos bëj asnjë lloj deklarate. Është paksa u bë 4 ditë, domethënë që nga e diela që është zgjedhur deri më sot nuk ka dhënë absolutisht asnjë lloj deklarate. Kështu që edhe kjo të le pak për dyshuar në këtë lloj prizmi. Por, zotër Koçi, nëse këto bombardime do të vazhdojnë dhe sigurisht Irani ndoshta mund godas bazat amerikane, cili do të ishte skenari më i keq për rajonin, dhe a mendoni se